Horoskopi ditor, e shtunë, 4 tetor 2025. Dashi. Yjet rreshtohen për të ushqyer shpirtin tuaj ambicioz. Hëna në sektorin tuaj të kreativitetit ju shtyn drejt projekteve inovative. Përdoreni këtë energji për të ndërtuar një rrugë të re në karrierën tuaj ose për të rishikuar hobi të harruara prej kohësh. Planeti juaj sundues, Marsi, inkurajon lëvizje të guximshme, por sigurohuni që ato të jenë të llogaritura. Në marrëdhënie, durimi është qelësi. Entuziazmi juaj mund të mos përputhet me ritmin e partnerit tuaj. Financiarisht mund të paraqitet një mundësi surprizë, por shqyrtoni detajet para se të vazhdoni. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj të tepërt në aktivitete fizike për të ruajtur ekuilibrin dhe për të zvogëluar stresin. Komunikimi me kolegët mund të hasë keqkuptime të vogla. Përpiquni për qartësi. Mbledhjet shoqërore në mbrëmje mund të zbulojnë miqësi të reja. Besojini instinkteve tuaja, por qëndroni të hapur ndaj sugjerimeve. Energjia e ditës premton rritje dhe përmbushje nëse lundrohet me kujdes. Mos harroni, një qasje e bazuar do të sigurojë sukses të qëndrueshëm në përpjekjet që ndiqni me pasion sot. Demi. Këtë do të gjeni ngushëllim në rutinë dhe stabilitet. Ndikimi i Mërkurit në sferën tuaj shtëpiake inkurajon komunikim të qartë me familjen, duke zgjidhur çdo tension të mbetur. Profesionalisht, është një ditë ideale për të përqendruar në projekte që kërkojnë saktësi dhe detaje. Këmbëngulja juaj natyrore do të sjellë fryte. Shmangni vendimet impulsive në çështjet financiare. Një qasje strategjike do të sigurojë siguri. Venusi, planeti juaj sundues, nxjerr në pa anën tuaj të dashur sot. Kënaquni me marrëdhëniet ushqyese, duke kultivuar si romancën ashtu edhe lidhjet platonike. Një ndjenjë e shtuar vlerësimi për artet mund t'ju drejtojë drejt përvojave pasuruese. Angazhohuni në aktivitete që ushqejnë kreativitetin tuaj. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi teknikave të relaksimit si meditimi ose një shëtitje qetësuese në natyrë për të balancuar energjinë tuaj. Jini të vetëdijshëm se stresi mund të shfaqet fizikisht, prandaj merrni masa proaktive për të ruajtur mirëqenien. Në aspektin shoqëror, ndarja e kohës cilësore me të dashurit do të sjellë gëzim. Sot, qëndrueshmëria dhe durimi janë aleatët tuaj në rrugën drejt përmbushjes. Binjakët. Sot kozmosi inkurajon eksplorimin e ideve të reja dhe zgjerimin e horizontit tuaj. Pozicioni i diellit në sektorin tuaj të aventurave ngjall kuriozitet, duke ju nxitur të kërkoni njohuri dhe përvoja që sfidojnë perspektivat tuaja aktuale. Angazhohuni në biseda stimuluese intelektuale, pasi ato mund t'ju prezantojnë me koncepte transformuese. Profesionalisht, përshtatni qasjen tuaj ndaj projekteve bashkëpunuese, duke siguruar rrjet të lehtë në punën në grup. Financiarisht, jeni të prirur ndaj impulsivitetit sot. Peshoni vendimet me kujdes për të shmangur keqardhjet. Në marrëdhëniet personale, mishëroni ndershmërinë dhe hapjen për të thelluar lidhjet me të dashurit. Natyra juaj e dyfisht mund të krijojë konflikt të brendshëm. Prandaj sigurohuni që të keni ekuilibër emocional përmes reflektimit të vëmendshëm. Konsideroni rishikimin e regjimit tuaj të fitnessit, duke u përqendruar në aktivitete që përputhen me personalitetin tuaj energjik. Planet e mbrëmjes mund të sjellin takime të papritura përmes tubimeve shoqërore, duke ofruar mundësi rrjedhëzimi. Mbani mendjen tuaj të mprehtë dhe qëndroni të adaptueshëm ndaj ndryshimeve të energjisë të ditës. Sot premton rritje përmes të mësuarit dhe lidhjes. Gaforria. Sot yjet nxjerrin në pa rëndësinë e autenticitetit emocional. Natyra juaj intuitive është rritur, duke ju ndihmuar të kuptoni dinamikat delikate në marrëdhënie. Energjia e hënës i mbush angazhimet tuaja ndërpersonale me empati, duke ju lejuar të ofroni mbështetje aty ku është e nevojshme. Profesionalisht, këshilla juaj ka peshë. Ndani njohuritë tuaja dhe vendosni ndikimin tuaj në një projekt kuptimplot. Financiarisht, zgjedhjet konservatore dhe buxhetimi do të sigurojnë stabilitet afatgjatë. Në dashuri, dobësia forcon lidhjet. Merrni iniciativën në ndarjen e ndjenjave të përzemërta. Sa i përket shëndetit, prioritizoni aktivitete që qetësojnë shpirtin tuaj dhe nxisin relaksimin. Sot është veçanërisht efektive për praktikimin e kujdesit për veten dhe meditimin, duke rimbushur bateritë tuaja emocionale. Shoqërisht, jini të hapur ndaj lidhjeve të reja. Rrjedhëzimi mund të sjellë ndikime të thella në jetën tuaj. Balanconi me vetëdije punën dhe argëtimin, duke synuar të siguroni përmbushje në të dyja sfera. Besoni se ndjeshmëria juaj e shoqëruar me veprime strategjike do t'ju udhëheqë drejt rezultateve pozitive.
Lëreni dritën tuaj të brendshme të ndriçojë rrugën përpara. Luani. Për luanin, 4 tetori lulëzon me vetbesim dhe kreativitet. Dielli ushqen aspiratat tuaja, duke ju fuqizuar të ndërmerrni hapa të guximshëm në peizazhet personale dhe profesionale. Jini të vendosur në ndjekjen e roleve udhëheqëse, qoftë duke marrë përsipër një projekt të rëndësishëm ose duke mentoruar të tjerët me njohuritë tuaja. Sharmi i Venusit rrit aftësitë tuaja sociale, duke ju pozicionuar në zemër të ndërveprimeve të dobishme. Përpjekjet financiare, megjithse tërheqëse, kanë nevojë për vlerësim të kujdesshëm. Shmangni rreziqet e nxitura nga entuziazmi i pastër. Në çështjet e zemrës, karizma juaj çon në përvoja pasuruese. Ofroni autenticitet në shkëmbime për të thelluar lidhjet me të dashurit. Nga ana shëndetësore, një rutinë e fortë optimizon vitalitetin tuaj. Kënaquni me aktivitete që rrisin gjendjen fizike dhe mendore. Një vëmendje në arsim ose zhvillim aftësish mund të përparojë trajektoren tuaj të karrierës. Angazhohuni në biseda ndriçuese, duke zgjeruar perspektivën tuaj për botën. Sonte, mblidhuni me individ me të njëjtat mendime. Vizioni i përbashkët mund të nxjisë ndërmarrje të reja. Sot shpërblen guximin, kreativitetin dhe lidhjen. Virgjëresha. Yjet e sotëm e inkurajojnë virgjëreshën të përqafojë rutinën dhe të gjejë bukurinë në rregull. Mërkurin pre fokusin, duke rritur aftësinë në detyrat që kërkojnë vëmendje të detajuar. Një ditë ideale për të mësuar në lidhje me punën ose për të organizuar projekte. Profesionalisht, aftësitë tuaja analitike dallojnë kontributet tuaja, ndoshta duke tërhequr lavdërime nga kolegët dhe e prorët. Venusi frymëzon bashkëpunimin dhe mirëkuptimin, duke ushqyer harmonitë në përpjekjet e ekipit. Financiarisht, mbizotëron maturia. Përmbajuni kufive të buxhetit për të siguruar përparim të qëndrueshëm. Në çështjet personale, një qasje praktike ushqen lidhje më të forta. Shprehni mirënjohje për momentet e përbashkëta me të dashurit. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është parsor. Integroni praktikat restauruese si yoga ose shëtitjet në natyrë në rutinën tuaj për të harmonizuar mendjen dhe trupin. Hëna sugjeron vetanalizë, duke nxitur biseda më të thella me veten dhe bashkëpunëtorët e ngushtë për të harmonizuar qëllimet e ardhshme. Ndërsa mbrëmja zhvillohet, merrni në konsiderat mbledhje të qeta duke u përqendruar në interesa të përbashkëta. Energjitë e sotme mbështesin ndërtimin e themeleve të forta si në sferën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Peshorja. Me Venusin që forcon sharmin tuaj, sot është e përgatitur për ndërveprime kuptimplote. Natyra juaj diplomatike shkëlqen fort, duke zbutur marrëdhëniet si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Përqafojeni këtë ndikim për të ndërmjetësuar konfliktet ose për të nxitur bashkëpunime që premtojnë përfitim të ndërsjellë. Në ndjekjet artistike, gjeni frymëzim dhe lejoni që shprehja krijuese të rrjedhë. Profesionalisht, ekuilibri dhe strategjia i shërbejnë përparimeve tuaja, duke siguruar rezultate optimale në projektet e drejtuara nga partneriteti. Mbani një sy në vendimet financiare. Vlerësoni ndikimet afatgjata për të parandaluar mangësi. Në dashuri mbretëron harmonia. Kultivoni një kuptim më të thellë përmes dialogut të ndershëm me të dashurit. Jepini përparësi mirëqenies fizike përmes aktiviteteve që balancojnë punën dhe relaksimin, duke siguruar rinovimin e energjisë. Në aspektin shoqëror, angazhimi juaj tërheq njerëz në orbitën tuaj, duke pasuruar përvojat e përbashkëta. Konsideroni ngjarjet në komunitet ose sipërmarrjet kulturore për të zgjeruar horizontet dhe për të ndezur miqësi të reja. Ndërsa afrohet mbrëmja, analizoni veten mbi qëllimet personale, duke u ripërshtatur me vlerat tuaja thelbësore. Sot, ekuilibri juaj natyror fillon suksesin në dimensione të ndryshme të jetës. Akrepi. Intensiteti juaj natyrshëm del në pa ndërsa lundroni në për emocione komplekse. Hëna bën thirrje për introspeksion, duke nxitur zhytje në introspeksione më të thella për të zbuluar të vërtetat e fshehura. Profesionalisht, zbuloni motive që ju shtyn drejt qëllimeve, duke lejuar qartësi më të madhe në ambiciet. Përqafoni ndryshimin pavarësisht shqetësimit fillestar, pasi ai katalizon rritjen. Ndërmarrjet financiare duken premtuese, por shqyrtojini angazhimet me analiza të kujdesshme përpara se të vazhdoni. Në marrëdhënie, dobësia e përbashkët nxit lidhje të thella. Komunikimi i emocioneve më të thella pasuron lidhjet me të dashurit. Nga ana shëndetësore, adresoni çdo tension themelor përmes ushtrimeve të fuqishme ose praktikave meditative për të shmangur grumbullimin e stresit.
Dita mund të zbulojë njohuri transformuese të nxitura nga biseda intime me individ të besuar. Ushqeni këto lidhje për të korrur mençurinë e tyre. Ndërsa nata qetësohet, tërhiquni në vetmi ose në takime intime me shok të ngushtë për rigjallërim. Sot, vendosmëria juaj e palëkundur dhe thellësia emocionale ju çojnë përmes territoreve ekzistenciale të paeksploruara drejt ndriçimit dhe evolucionit. Shigjetari. Vlen të theskohet se 4 tetori sjell zgjerim dhe vitalitet, duke nxitur etjen për risi dhe të mësuar. Jupiteri, planeti juaj sundues, rrit mundësitë për rritje në sferat profesionale dhe personale. Përqafoni udhëtime spontane ose ndjekje arsimore për të pasuruar perspektivën tuaj. Bashkëpunimi me mendje të ndryshme rezulton në sipërmarrje inovative. Jini të hapur ndaj ideve jo konvencionale. Financiarisht, yjet favorizojnë investime të thella dhe rreziqe të llogaritura. Përpjekjet dashurore lulëzojnë në një angazhim me zemër të hapur. Flisni hapur për dëshirat për të forcuar lidhjet. Përfitimet shëndetësore nga sipërmarrjet aventureske. Merrni në konsiderat aktivitetet në natyrë që sfidojnë dhe fuqizojnë. Mes nxitimit të përditshëm, ruani ekuilibrin, duke përdorur teknikat e themelimit për të harmonizuar mendjen dhe shpirtin. Mençuria e ndarë nga një mentor mund të frymëzojë një perspektivë të re, ose të ndikojë ndjeshëm në rrugën tuaj aktuale. Takimet shoqërore paraqesin perspektiva për rrjedhim, duke sjellë lidhje të dobishme. Aventura, eksplorimi dhe zgjerimi e përcaktojnë këtë ditë, duke siguruar progres. Të armatosur me kuriozitet, kapeni momentin, duke ushqyer përpjekje që çojnë drejt përmbushjes personale. Britsjapi. Sot kërkon fokus dhe durim. Ndikimi i Saturnit përputhet me natyrën tuaj praktike, duke udhëhequr përparime metodike në projektet e punës. Mbani qasje të strukturuara, duke i rezistuar devijimeve impulsive, qëndrueshmëria siguron sukses. Hiqni dorë nga hezitimet në delegimin e detyrave për të optimizuar punën në grup dhe produktivitetin. Përpjekjet financiare kërkojnë maturi. Vlerësimet e hollësishme zbulojnë strategji të qëndrueshme. Në lidhjet personale ndani kujdes autentik për të thelluar lidhjet ekzistuese. Ky integritet forcon lidhjet përtej nivelit sipërfaqësor. Venusi ndriçon miqësi, duke sugjeruar ndërveprime harmonike. Nga ana shëndetësore, stabiliteti mbetet qendror. Jepni përparësi të ushqyerit dhe ushtrimeve të ekuilibruara për mirëqenie optimale. Përpjekja për qetësi gjen inkurajim përmes praktikave të vetëdijes, duke ofruar qartësi dhe perspektivë të ri për të rirë mbi sfidat aktuale. Orët e mbrëmjes ofrojnë ngushëllim, pasi angazhimi në hobi ose momente familjare rimbush energjit për ditët në vijim. Sot materializohet si një kanavac për kreativitet të strukturuar. Fokusi dhe vendosmëria e bazuar ecin për krah mundësive, duke krijuar një të ardhme reflektuese të vizionit tuaj të aspiruar. Përqafoni përparimin gradual mbi impulsivitetin. Ujori. Sot fton një përqafim të inovacionit. Dielli ndriçon përpjekjet me mendim përpara, duke inkurajuar përparime në sektorët profesional. Angazhohuni me vizionar dhe kolegë, duke të i kaluar kornizat tradicionale për të kultivuar zgjidhje jo ortodokse. Jupiteri frymëzon rritje financiare përmes ndjekjeve të drejtuara nga teknologjia. Vlerësoni avantazhet para investimeve. Në marrëdhënie, autenticiteti ushe një kuptim më të thellë. Ndani ëndrat dhe aspiratat me të dashurit, duke kultivuar rritje të ndërsjellë. Përfitimet shëndetësore nga zgjerimi i njohës dhe nxënësit aktiv. Merrni në konsiderat punëtorit ose ushtrimet mendore për të stimuluar kreativitetin. Mbani angazhime shoqërore ndërsa ato prezantojnë perspektiva të reja që pasurojnë botë kuptimin tuaj. Yjet e mbrëmjes inkurajojnë aventurat me përfshirjen e komunitetit, duke lehtësuar biseda kuptimplote. Dita simbolizon një shtytje kolektive për zbulime. Jini të guximshëm në ndjekjen e ideve, duke u besuar udhëzimeve intuitive. Rritja personale përputhet me transformimet e jashtme, duke hartuar kurse të reja brenda hapësirave të besueshme. Bashkëpunimi përzihet pa probleme me pavarësinë. Energjitë toksore dhe kozmike harmonizohen për të mbështetur udhëtimin tuaj në zhvillim. Lulëzoni mes ndryshimit, duke përqafuar unitetin në diversitet. Peshqit. Zhytuni në rrymat introspektive të ditës. Neptuni nxit depërtimin shpirtëror, duke nxitur rilidhjen me mençurinë e brendshme. Praktikat meditative i lidhin emocionet me aspiratat, duke kanalizuar qartësinë mes kaosit të jetës. Në sferat e karrierës, dëgjoni me vëmendje intuitën, ajo ndriçon shtigjet e pavërejtura nga logjika. Bashkëpunimi lulëzon në udhëheqjen tuaj empatike,
duke nxitur kohezionin brenda grupeve të ndryshme. Financiarisht, afrohuni me mundësitë me një mendje të ekuilibruar, duke vlerësuar ndikimet afatshkurtra dhe afatgjata. Marrëdhëniet lulëzojnë në ncenueshmëri, ndani dialog të përzemërt për të forcuar lidhjet e dashurisë. Shëndeti nxjerr në pa lidhje mendje-trup. Angazhohuni në ushtrime të buta që promovojnë mirëqenien holistike. Mbrëmja vendos kufi për reflektim dhe kreativitet, duke inkurajuar tërheqje në botën tuaj artistike. Ndërveprimet shoqërore ofrojnë siguri, duke mbështetur vetëdije më të thellë. Energjitë e ditës ushqejnë ëndra dhe vizionet. Dëgjoni thirrjen e tyre, duke siguruar hapa të prekshëm drejt realizimit të ambicieve. Lejoni që mirëkuptimi i dhëmshur të rivendosë ekuilibrin, duke lundruar në ndërlidhjen e ekzistencës. Peshqit, sot është një tapë zbulimesh delikate dhe vetë zbulimi. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.